Hallë për mbi 1500 persona u gatua sot në Gostivar në hapësirën prankullës së Sahatit. Iniciativa erdhi nga një grup i të rinjve të qytetit që njihet si grupi i Qarshis, të cilët në këtë formë angazhohen, siç thon ata, për të mbajtur gjallë traditën shekullore të shpërndarjes së hallëves gjatë ditëve të shënuara, e sidomos gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Përgatitja e hallëves nga mjeshtër profesionist filloi pas namazit të xumas, ndërsa shpërndarja e së njëjtës do të bëhet para iftarit. Se kush është sekreti për një hallë të shijshme dhe pse nuk mundet çdo kush që ta përgatisë atë në sasi kaq të mëdha, sqaroi mjeshtri i hallëves Kadri Sinani. Si përmbot, si gjithë vitet edhe këtë vit, tradita në Gostivar nuk hupet. Përgatisi për 1500 vjet hallë, tlin ka këtu dërkuni 50 kg tlin, 36 kg miell, 40 kg gris, edhe 60 kg sheqer shkon, edhe normalisht brenda kohës kena pekmes prej mani. Ajo është një aromë e mirë që jep një shije veçantë jep hallës. E kush është sekreti për një hallë të mirë? Sekreti për një hallë të mirë është për shembull hallba kur piqet çdo orë jep, ka një shenjë jep, kupton? Ajo më është keno hatje hundë. Këtë vetëm mjeshtri din ta dallojë, po. Mesazhi tjena më dhe mletët gjithë tjelena, të loj me një më dhe onësh, kupton. Sfalina, të lutena, ibadetet bëna, kupton, edhe sa më shumë derë të bëjmë, sa më shumë sevape, kupton, edhe për shembull, me ndihmë familjes ma tapërt një që i kje, e më mandit të shkish ma gjërë. Hallëva është një prej ëmbëlsirave më të popularizuara edhe tek shqiptarët. Ajo shpesh gatuhet në rast festash dhe në net të mëdha si këto të Ramazanit. Përgatitja e saj zakonisht mbledh rreth kazanit shumë njerëz, të cilët argëtohen në forma të ndryshme, duke bërë shaka, duke kënduar apo edhe duke pyetur mjeshtrit rreth përgatitjeve të hallëves. Ndryshe, muaji i shenjtë i Ramazanit nuk është vetëm muaji i agjërimit, por edhe i sakrificës dhe dashurisë njerëzore. Për besimtarët islam dhe gjithë secilin që beson në vlerat njerëzore, ky muaj është edhe rikujtim i integritetit individual, i humanizmit dhe i solidaritetit me njerëzit në nevojë.